Puna e një zanatliu është e hershme, kërkon përkushtim dhe mbi të gjitha dashuri e pasion. Kështu nis edhe mëngjesi i Afrim Shabanit, i cili prej më shumë se 40 vitesh e fillon ditën duke ushtruar të njëjtin zanat si babai i tij në të njëjtën lagje të Prishtinës dhe me të njëjtin zell që nuk shuhet. Zanatin e kem prej babës, unë edhe vllai prej klasës të parë, me thonë klasës 2 që atëherë kem fillu edhe me morë zanatin. Atëherë ka qenë veç televizorat bardhëzi, dhe kem pej shkollës, zakonisht na në lokal, pej lokalit, shpej shkollë, nuk i na dalë kërka me lu, dhe më thonë nën stop i na konë të angazhum veç në lokal. Dhe më thonë këtë punë që jem që 42 vjetë. Tu punu babi të i nejtë për mrapa me kry, për mas të i nejtë të këshur qau të punu edhe aj. Zanatit dhe më thonë u duft mu vjedhë, jo me sajti Badjova ta ka spjegu kurse koni interesum. Kështu që u duft mi nejtë gati, për para ka thonë zanati vjedhët. Baba jonë është i knaqën, është krenar që kena vazhdu zanatin e tina. Nga i ka edhe aj që të mështerit e vetë, shumica vine lypin ato. Po aj edhe i ka bo do vjetë edhe është pyte që në qofse nuk punon një kohë gjatë me këtë teknik, do më thonë jetë mrapa. Do më thonë non-stop do të me konë hap me kohën. E lojna ka herë në lokal, ko qef me punu edhe aj ka pak. Që nuk e punojna punën, hajtë veç t'ja marrën paret edhe u krye. Ka qenë angazhimi, do më thonë, veç i darja, veç në lokal këtu. Nuk kena menu me në dalë jashtë heq asë njone. Se kena pas punën tonë këtu edhe ka qenë shumë përvojë e mire jetës. Puna me televizor e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës, duke e bërë të pamundur që nostalgjia e kohëve të dikurshme të mos rikthehet sa herë që një aparat hapet për riparim. Përpara ma shumë e kanë ndesh televizionin, ma shumë e kanë këshyri, kanë nejtë gati për me pas një televizor, përpara e kanë shqitë edhe holku tokën e kanë shqitë për me pas një televizor në shpi. Edhe kur ju ka pri qaj televizor, u duf me rregullu. Ka pas person që ka thonë një ndreq ma ndorë, nuk du me dalë pe lokale pa ma regullu televizorin, se u tu që pjandron pjesë, ka pas qasi par mentaliteti, u konë që ka bova ki ka nejtë 3-4 orë, që aty ka nejtë veç me andreq ndorë televizorin dhe nuk u shkue, as nuk e kalon televizorin, ka desh ndorë me andreq edhe me marë me ece. S'ko lidhe sa pare ja ke lypa, e ka lyp ndorë me andreq. Edhe sezona me modhe ka qenë është ko e viti 3, që atëherë ju më prish televizorat mas shumë ti. Ka pos lakshtina shumë, edhe me një ven kanë zi, me një ven kanë flajt, me një ven e kanë këshyrë televizorin, ovulli, kondenzimi ajrit, edhe që atu e kanë prish televizorit mas shumë ti. Pe televizorave kolor që dullin këta plazma, atëherë ka qenë një ngecje e punës shumë e modhe. Dhe më thonë ka shku gati një vjetë, 2 shumë pak ka pos punë. Që s'ka pos prishës që në konë si televizorat 3 edhe mandej del ka dali javësume edhe këta, punu me ta, kishëm problem për pjesë, për furnizim. Kështu që tash na ta mos stabili, kem pjesë si përse cilën firmi kem vetëm originali, nuk punojna me senet kombinume. Edhe kështu që jepëm garancion një vjetë. Përse cilën punë që e punojna, është lokali jonë, qeren nuk kem, punëtor nuk kem, e punojmë zanatin hakikat që jetojmë kështu pa dallavere dhe për që ata kena qitë kodë gjatë e punojmë qitë punë që se me punu me dallavere me kësi sene su në qënga. Shpesu më pysin ata televizorat e vjetër jenë konë ma të forë se këta trit, gjë që s'është e vërtet heq. Se ata televizorat për para i kanë këshyrë ka 2-3 orë ditë edhe nuk kanë këshyrë ma shumë televizor, ja ka qitë perdën për para dhe veç ku e lajme kur ka qenë. Ta shton ditën e lënë shutë edhe nuk e këshyrë kërkur veç me konë dhezë, a ki dej më në gjesë rrën dhezë, aja dhe nuk e nalë kërkur televizori rrën dhezë. Për Afrim Shabanin, zanati nuk është thjesht një profesion, por një vlerë jetësore. Ai e sheh atë si diçka të shenjtë që kërkon durim dhe ndershmëri, prandaj edhe predikon si një ndër gjërat më të rëndësishme në jetë. Unë i kam 2 djemë, janë të rritun, po ashtu dhe vllavi ka 2 djemë.
Fëmija tonë, do më thonë asë njani nuk jetë të angazhum këtë zanat. Për shkak se pak po shkon edhe të ushu dal ka dale, shpi së mbosh me ta, pasunit madhe së mbën, edhe nuk është i mirë imponimi, kështu që mamilet e s'kan desht për fillimit, edhe na nuk jena komfort për mishtime punue, është punë që po vjen të ushu nga dal, është mirë rinia me pas një zanat, se plesht kanë thonë për para, si te ki zanatin, nuk është keq, është puna shumë mirë. Çdo zanat, pa marrë parasysh çfarë zanati është ai. Zanati nuk lem pa buk. Puna nuk është veç haq shkujt e marrë një rrogë edhe u kry. Do të me desh punën, do të me pas vullnet për qatë punë. Rinia neglizhon këto punë që se s'kan qef mi marrë kapak fare, kanë qef me marrë tubë me një here. Mandej s'pju bën 10 ditë rruga, pra po jesim pa fare, kështu që zanati çdo ditë e ka kapak. Në një kohë, kur teknologjia ndryshon me shpejtësi dhe zanatet tradicionale po zbehen, puna e bërë me zemër vazhdon të jetoj përmes duarve që nuk lodhen kurrë.